Komisioni Shtetëror Zgjedhor hodhi poshtë të gjitha 16 ankesat në lidhje me votimin në Bervenic, Karposh dhe Shuto Orizar në raundin e dytë. Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko informoi se sot do të përgatiten vendime individuale për secilën ankesë dhe do të dorëzohet paraqitësve dhe më pas do të priten afatet ligjore për paditë të mundshme në gjykatën administrative. Kondarko shtoi se komisioni do të presë afatet ligjore për paditë të mundshme në gjykatën administrative në 24 orët e ardhshme, pas të cilave, nëse ka të tilla, gjykata është e detyruar të veprojë brenda 48 orëve nga pranimi. Kjo do të thotë se më së voni deri në fund të fundjavës do të kemi vendimet e gjykatës administrative nëse ka padi. Nëse nuk ka padi, në momentin e parë kur të skadojnë afatet, do me thënë, kur vendimet të jenë përfundimtare, KSZ-ja do të mbajë një seancë për të shpallur rezultatet përfundimtare për komunat Bervenic, Shuto Orizar dhe Karposh, tha Kondarko. Për Shuto Orizare u paraqitën 13 ankesa, nga të cilat 10 ishin nga koalicioni Maqedonia Juaj, e udhëhequr nga VMRO DPMNE dhe 3 nga Unioni i Romëve. Koalicioni Përvoja për Sukses paraqiti 2 ankesa në lidhje me 2 qendra votimi në komunën e Karposhit dhe kandidati për kryetar të Bervenicës nga Vlen, Haqim Ramadani, gjithashtu paraqiti një ankesë në KSZ. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i hodhi poshtë të gjitha si të pabaza.